Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka inkurajuar çdo aktor shtetëror e jo shtetëror serb që të ndërhyjë në zgjedhjet e Kosovës në favor të listës serbe. Këtë pretendim e ka ngritur sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka zbuluar edhe skenarin sipas të cilit është zhvilluar ndërhyrja nga kreu i pushtetit në Beograd. Për këtë qëllim, rol ekzekutiv ka pasur kryeterroristi Milan Radojčić, apo njeriu i cili ka marrë detyrat për Kosovën nga presidenti i Serbisë. Aparati shtetëror i Serbisë ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme të dëmtojë subjektet rivale serbe, veçanërisht Partinë për Liri, Drejtësi e Mbjetesë, za slobodu i pravdu opstanak të Nenad Rashićit, ministrit të qeverisë sonë për komunitetet dhe kthim, dhe demokracia serbe apo srpska demokratia të Aleksandar Arsenijevićit, por po ashtu edhe votuesit e subjekteve të komuniteteve tjera, kryesisht rom e ashkali. Kurti ka theksuar se lista serbe nuk do të duhej fare të certifikohej për këto zgjedhje, duke akuzuar partitë opozitare për mungesë të bashkimit përballë veglës politike të Beogradit. Tash ka qenë koha që lista serbe ta marrë mësimin duke mos e lejuar certifikimin e saj, por i shihni çfarë partish opozitare i kemi fatkeqësisht, as për këtë gjë nuk kanë mundur të mbajnë qendrim parimor, deklaroi Kurti.